Ka njerëz që festat i presin me gëzim, dhe ka të tjerë që i presin me shpresë. Shpresë që dikush të kujtohet për ta, shpresë që të mos i kalojnë si çdo ditë tjetër në mungesë. Po afrohet fundviti dhe ky është momenti ku zemrat tona hapen edhe më shumë. Festat janë më të bukura kur i ndajmë me të tjerët, sidomos me ata që kanë më pak mundësi. Prandaj, Akropoli i ri në bashkëpunim me Bashkinë Kamës janë duke organizuar fushatën vullnetare Dhuro me zemër për festat e fundvitit. Ne po mbledhim ushqime bazë si miell, sheqer, oriz, vaj, si dhe produktet e higjienës, detergjent, dhe pse jo, lodra për fëmijët që të mund t'ju dhurojnë një buzëqeshje gjatë këtyre festave. Nëse edhe ti dëshiron që të bësh diçka të mirë këtë fundvit, bashkohu me ne. Pasi mjafton edhe një gest i vogël për të sjellë ngrohtësinë në një shtëpi. Dorëzimet mund t'i kryeni deri në datën 20 dhjetor tek qendra Akropoli i ri Tiranë. Dhuro me zemër, pasi së bashku mund të sjellim dritë.